Flamurtari pati hapësirën kryesore në rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora mbrëmjen e së hënës. Të ftuar të rubrika sportive në drejtimin e Sajmir Axhiut ishin ish trajneri i Flamurtarit, specialist futbolli i përhershëm në televizionin 6+1 Vlora Eqere Memushi, si dhe specialisti tjetër opinionist i përhershëm Vangjela Luci. Të ftuar Arlind Rustemi, specialist futbolli dhe ish trajner, si dhe Pajtim Aliko, specialist gjykimi. Është diskutuar gjerësisht për ndeshjen me Partizanin, ku Flamurtari u mposht fal një autogoli të trashit. Të gjitha rastet e dyshimta u morën në analizë nga specialistët e futbollit e në veçanti nga specialisti i gjykimit Pajtim Aliko. Goli anulluar, por edhe rastet e penaltis, gjithashtu edhe autogoli patën një hapësirë të konsiderueshme. Shumë decizive e cilësuan të ftuarit në studio në rubrika sportive, situatën në vijim, duke nisur nga kjo javë, ku Flamurtari duhet të fitojë përballë të Utës. Ata thanë se skuadra i ka të gjitha mundësitë për t'u ringritur e për të marrë fitoren e parë në transfertën e Durrësit. Të ftuarit në studio në rubrika sportive thanë gjithashtu se investimet që ka bërë klubi në këtë sezon janë të mëdha, qysh në infrastrukturë ashtu edhe në blerjen e lojtarëve. Ndaj lojtarët duhet tashmë që ta shikojnë me përgjegjësi të madhe respektimin e fanellës e për ta çuar Flamurtarin aty ku e ka vendin. Rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora rikthehet sërish të hënën e ardhshme në orën 20 në drejtimin e Sajmir Axhiut.